vlerësim i ditëve të fundit, që u bë ekonomisë shqiptare, u shpreh për stabilitet të saj, ndërkohë që ky stabilitet është i pakët në shumicën e ekonomive të tjera. Çfarë masash të reja do të marrim për të zgjeruar më tej lirinë ekonomike? Çfarë masash të reja do të marrim për të konsoliduar më tej liritë ekonomike? Çfarë do të bëjmë ne që pasuritë e mëdha të këtij vendi të shndrohen në vlera për qytetarët shqiptar? Koncesionet në fushën energjetikës janë një nga sukseset më të mëdha në historinë e një vendi. Por si do ja dalim ne me koncesione në fushat e tjera të shënojmë të njëjtin sukses? Partneriteti publik-privat të shndrohet në një levë të vërtet Arkimedi për zhvillimin e vendit dhe shumë fishimin e fuqisë zhvilluese ndërtuese të Shqipërisë. Interneti nga 4.8% sot është mbi 60%. Do bëj të mundur që çdo i ri shqiptar, dhe jo vetëm të rit, po aty është se ata e kanë imagjinatën me shpejtësi interneti dhe më të madhe, të mund të lundroj falas në internet. Duhet të them se janë fatlum që këto reforma, rezultatet e tyre nuk mund të bllokohen. Nuk mund të bllokohen se nuk janë me 3/5. Sepse, siç është bërë qartë tani për gjithë shqiptarët, Zoti Rama përdor 1/5 për të bllokuar të gjithë vendin. Masi në konceptin e tij, konsensus do të thotë bllokim.